Sot do të prezentoj gjetjet e raportit nga monitorimi i qendrës kombëtare për njohje të diplomave gjatë vitit 2024. Atëherë gjithsej 720 diploma janë njohur nga qendra NARIC, 3 diploma nuk janë njohur, 2 janë nga Shqipëria dhe 1 nga Kanadaja, 3 diploma të tjera që kanë pasur origjinën në Serbi nuk janë njohur dhe 1 diplom nga SBA është njohur përmes vendimit gjyqësor. Maqedonia e Veriut është shteti me më së shumti diploma të cilat janë njohur në Kosovë. 289 diploma apo 40% e të gjitha diplomave të njohura në vitin 2024 i takojnë këtij vendi. Shqipëria është shteti i dytë me më së shumti diploma të njohura në Kosovë gjatë vitit 2024 me 115 diploma apo 16% të totalit. Në Maqedoni të Veriut, Shqipëri dhe Turqi janë fituar 71% e të gjitha diplomave të njohura gjatë vitit 2024. Kur jemi tek niveli i diplomave të njohura, doktorata kanë qenë 148 diploma, diploma master kanë qenë 350, diploma bachelor janë 212 dhe diploma të shkollimit të lartë kanë qenë 9. Më së shumti doktorata të njohura në vitin 2024 kanë qenë me origjinë nga Maqedonia e Veriut, me 72 sosh apo 49% të doktoratave. Pra 28% e diplomave të njohura në vitin 2024 kanë qenë me origjinë nga Maqedonia e Veriut. Pra 28% e diplomave të njohura në vitin 2024 janë nga fusha e shkencave të mjekësisë dhe sportit, 15% janë nga shkencat sociale, të edukimit dhe humane dhe 11% janë nga ekonomia. Ndërkaq kur jemi tek verifikimi, del që 4188 diploma të fituara në institucione arsimore brenda Kosovës janë verifikuar nga qendra NARIC në vitin 2024. Për krahasim me 2 vitet e kaluara, pra, NARIC kishte verifikuar 3212 diploma në vitin 2023 dhe në vitin 2022 kishte verifikuar 4032. Pra, del që pothuajse çdo vit numri i personave që aplikojnë për emigrim akademik e profesional është mbi 3000. Shumica e sfidave me të cilat është përballur qendra NARIC në vitin 2024 janë të njëjta me ato të viteve të mëparshme, pra nuk ka pasur shumë përmirësim. Njëra ndër sfidat kryesore mund të themi që është personeli i pamjaftueshëm. Kjo qendër vazhdon të përballet me mungesë të stafit për procesimin e kërkesave për njohje, verifikim e të tjera. Kjo natyrisht ndikon në rritjen e kohës së pritjes së palëve për një vendim nga qendra, gjë e cila mund të penalizojë profesionistët e caktuar që varen nga vendimet e kësaj qendre për shkollim apo punësim brenda dhe jashtë vendit. Sfidë tjetër janë programet e pa akredituara, pra kjo vazhdon të mbetet njëra ndër arsyet kryesore që palët të mos marrin njohje apo verifikim të diplomave të tyre si pasojë mungesës së akreditimit të institucioneve apo programeve ku ata i kanë kryer studimet. Sfidë tjetër është mungesa e bazës së të dhënave. Pra, mungesa e digitalizimit të kësaj qendre është njëra ndër sfidat kryesore, e cila ndikon negativisht natyrisht në procesin e aplikimit për njohje dhe verifikim, por gjithashtu pamundsohet edhe grumbullimi i të dhënave statistikore, cila do të ndihmonin për krijimin e një strategjie kombëtare rreth profileve apo fushave të cilat u duhet dhënë përparësi apo investuar për të ardhmen e shtetit tonë. Një sfidë tjetër është pamundësia e antarësimit në ENIC. Pra, Kosova nuk është antare e rrjetit evropian të qendrave të informacionit. Kjo natyrisht për shkak se Kosova nuk është antare e UNESCO-s dhe e Këshillit të Evropës, të cilët janë themeluesit e ENIC. Antarësimi i Kosovës në ENIC nënkupton që njohje më të lehtë të kualifikimeve akademike dhe profesionale duke lehtësuar lëvizshmërinë për arsim dhe punësim. Një sfidë tjetër e kësaj qendre është mungesa e ligjit për NARIC, pra kjo qendër ende funksionon pa një ligj të veçantë i cili rregullon specifikat e punës apo vendimarrjes sa i përket njohjes, verifikimit dhe barazvlerësisë së diplomave. Mungesa e një ligji të tillë mbetet një ndër sfidat më të vështira mund të themi për NARIC-un, meqense tashmë ka raste në të cilat gjykata ka obliguar Ministrinë e Arsimit apo konkretisht Këshillin Shtetëror për Njohje dhe qendrën NARIC që të zbatoj vendimin e saj për njohje të diplomave. Atëherë, këto janë disa nga gjetjet kryesore të cilat ne kemi arritur me identifiku gjatë monitorimit të punës së kësaj qendre për vitin 2024. Tani po e ftoj udhëhecën e qendrës kombëtare për informim akademik, zonjën Kumrije Gagica, për një fjalë rasti.
Faleminderit Liridona, përshëndetje të gjithëve. Pra, për një vitin 2024 është një raport përmbledhës i Orkës si monitorus në qendrën Arik. Gjanat kryesore i përmendi Liridona, ndërkaq unë do të fokusohem vetëm në disa pika që konsideroj janë të rëndësishme edhe për publikun. Zakonisht në publik është i njoftën më shumë vetëm njohja e diplomave të fituara jashtë Kosovës, ndërkaq komponenta e validimit të verifikimit diplomave të fituara në Kosovë për qëllim të përdorimit të asaj diplome jashtë Kosove është një komponent që ndoshta shpeshherë nuk duket shumë e dukshme në publik, por që shënon një numër shumë të madh. Këtë vit, vitin që shkojmë mbi 4.000 diploma të cilat janë verifikuar, ku të gjithë ata të diplomum të vazhdojnë qoftë për qëllim punësimi, qoftë për vazhdim të studimeve e jashtë Kosovës. Natyrisht, sikurse çdo institucion tjetër, edhe në Ariku ndoshta pak edhe për shkak të specifikës edhe ndërlikueshmërisë natyrës së punës, përballet me disa sfida, sidoqoftë me kolegë në qendër, në bashkëpunim me gjithë aktorët relevant, kemi arritur që të paktën në kohë reale të japim përgjigje qytetarëve, qoftë për diplomat e fituara jashtë Kosovës, qoftë për diplomat e fituara në Kosovë, të cilat përdoren për qëllime të ndryshme jashtë Kosovës. Gjithashtu edhe një komponent tjetër e rëndësishme që është informimi akademik, që çdo ditë më shumë është të bëjë e rëndësishme, ku në përgjithësi flitet për learning outcomes, kompetencat e programit të studimit, që jo saktësisht, po diku rreth 500 kërkesa vitin e kaluar kanë qenë nga shtete të ndryshme, po edhe nga vetë Kosova, ku nuk është e rëndësishme vetëm a e keni diplomë dhe është jo diploma autentike, po njerëzve ju intereson edhe çka më tutje, çka çaj person, ai student mundet me punu, cilat janë kompetencat e atij programi e kështu me radhë. Unë nuk kisha me shtu diçka më shumë lidhur me këtë raport të vitit 2024, përveç me falenderu Orkën që përveç këto vite me radhë përmes projektit KAINT edhe përmes projektit tani Higher Education Intervention që është në bashkëpunim edhe me Kecen, që jo vetëm tani që janë pjesë e monitorimit, po edhe gjatë kohës sa nuk kanë qenë pjesë e monitorimit të Këshillit Shtetëror për njohje, kanë qenë ata të cilët në vazhdimsi e kanë ndihmuar këtë proces qoftë përmes projekteve të ndryshme, siç kanë qenë mbështetje, për legjislacione, për dokumente ndryshme, përmes punëturimeve ndryshme ku kemi pas aktor relevant të fushave që kemi marrë informata se çka duhet më ndryshu, çka duhet mos më ndryshu. Kështu që është njëna prej organizatave pra që e kanë ndihmuar në Arikun edhe para kohës se me qenë pjesë e projektit KAINT edhe Orka. Kështu që unë veç ju falenderoj juve për bashkëpunimin dhe po shpresoj që projekti do të vazhdoj jo vetëm deri në fund të këtij vitit, po do të ketë ndonjë mundësi qoftë edhe përmes ndaj projekti tjetër, sepse vërtet shpesh herë na gjithmonë e bëjmë atë mirën si qendër, si institucion, po ndonjëherë kur i kemi edhe monitorues prapa vetës, është shumë e rëndësishme, jo sepse këshilli ose dikush kishte me bëu diçka ndryshe nga ajo, po kur e kemi edhe një monitorues mbrapa, na ndihmojnë më shumë me i adresu kryesisht, problemet, sfidat, të cilat mandej bashkërisht edhe me menaxhmentin e Ministrisë së Arsimit, edhe me institucione tjera relevante, arrim me bëu zgjidhje të ndryshme që gjithmonë me qenë në dispozicion për qytetarin dhe me ia lehtësu shërbimet dhe gjitha këto. Natyrisht sfidat, siç e përmendëm edhe çështja e Niknarikut e kështu me radhë, janë probleme ndoshta pak në nivel më të lartë shtetëror, të cilat besoj që çdo ditë më shumë veç po zgjidhen.